një ëmbur dronesh në kufirin lindor të Evropës. Kjo është ideja më e re e Bashkimit Evropian për të mbrojtur hapësirën ajrore nga kërcimet e reja. Pas disa inkursioneve të dronëve të paidentifikuar mbi Poloni, Rumani, Gjermani, Danimark, Norvegji e Finland, Brukseli ka vendosur të veprojë duke krijuar një sistem të integruar kundër dronëve. Ky nuk është një ëmbur fizik, por një rrjet senzorësh, radarësh dhe armësh elektronike që mund të zbulojnë dhe ndalojnë dronët armiqësor para se të futen në hapësirën ajrore të BE-s. Iniciativa e quajtur Muri i dronëve është pjesë e planit 5 vjeçar të mbrojtjes së BE-s dhe pritet të bëhet funksionale deri në fund të vitit 2027. Por disa vende anëtare janë skeptike. Franca, Gjermania dhe Italia dyshojnë për kostën dhe realizueshmërinë e projektit. Ndërkohë Rusia e ka quajtur planin një hap konfrontues, duke mohuar çdo ndërhyrje në inkursionet ajrore. Me gjithë debatet, BE-ja po e sheh murin e dronëve si pjesë të një mburoje të padukshme që do të mbrojë qiellin evropian. Një ide që dikur dukej futuriste, tani po bëhet realitet.